Shqipëria ka përqafuar teknologjinë dhe inovacionin, ashtu si edhe shumë vende të tjera në botë, ndërsa fëmijët dhe të rinjt janë përdoruesit kryesor të internetit, ku përfshihen edhe të gjithë platformat e tij. Duke i referuar të dhënave më të fundit nga Instat, mbi 82% e popullsisë janë përdorues të internetit, gjë që përkthehet në një sfidë sa i takon sigurisë gjatë përdorimit të platformave online. Megjithatë, bashkë me risinë, vjen dhe rreziku i përdorimit të pakufishëm dhe pa kontroll, shtyrë nga kurreshtja për të eksploruar. Në epokën digjitale në të cilën jetojmë, përdorimi i internetit dhe platformave të tij është i domosdoshëm, duke bërë që edhe ekspozimi ndaj rreziqeve të rritet. Për shkak të anonimatit që ofron interneti, fenomeni sa vjen e përforcohet dhe gjetja e autorëve është gjithnjë e më e vështirë. Ndërsa bëhet e mundur që të krijohet një rrjet i gjerë komunikimi, rritet pasiguria dhe ekspozimi i vazhdueshëm e pa kontroll ndaj shumë faktorëve që rrezikojnë secilin aktor që përfshihet. Ndër shumë rreziqe që ekzistojnë në internet, nuk mungojnë dhe rastet e përndjekjes apo kërcënimeve online. Raste këto që duket sikur ka një tendencë në rritje, sipas platformës isigurt.al. Duke i referuar të dhënave të fundit të publikuara nga Platforma e Sigurisë dhe Mbrojtjes në Internet, në vitin 2024 janë bërë gjithsej 407 raportime të incidenteve të ndodhura online nga fëmijët. Krahasuar me vitin e kaluar, vihet re një rritje me 67% të incidenteve të raportuara. Grupmoshat më të rrezikuara kanë rezultuar të jenë 15 deri në 18 vjeç, ndërsa sa i takon gjinisë, vajzat janë ato që kanë bërë më shumë raportime dhe që kanë rënë pre duke u bërë viktima të incidenteve të ndodhura online. Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes drejt për drejt nga studio e Vizionit të pasdites. Në fakt ishte i qartë materiali që prezantuam, besoj se i takon asaj për çfarë ne flasim gjatë kohëve të fundit, pasiguria në internet. Gjithmonë e më shumë nisur edhe nga përdoruesit e shumt të rrjeteve sociale kryesisht, dhe Instat e thotë që është 82% e popullsisë shqiptare që janë përdorues të internetit. Kjo ka shtuar që të ketë ndoshta edhe një numër më të lartë të kërcënimeve. Sigurisht që ishte i detajuar dhe i zgjeruar i gjithë materiali që ne prezantuam, por mundohemi të kuptojmë më shumë lidhur me grupmoshat, si mund të ndikojë drejt për drejt tek të rinjt dhe kryesisht adoleshentët, ata cilët kanë edhe fazën më problematike këto shqetësime të cilat vijnë nga pasiguria në internet, për të kuptuar edhe ku duhet adresuar legjislacioni që ndoshta shpeshherë ka ato mangësitë sepse nuk është menduar e gjithë kjo që po ndodh me shoqërinë shqiptare dhe mënyrën se si është duke u përdorur interneti në shoqërinë tonë. Ne do të flasim gjerësisht me specialistë të fushës. Ditën e sotme në Vizionin e pasdites është Boriana Dine, e cila është pikërisht analiste e platformës isigurt.al. Sigurisht është edhe një njohëse shumë e mirë gjithë asaj që ne prezantuam edhe në këtë material për statistikat, besoj kryesisht. Të falenderoj shumë Boriana që e këtu kënaqësi. Ne imi, faleminderit. Në fakt është një raport i detajuar i gjithë vitit 2024 për sa i përket të gjithë llojet dhe formave të incidenteve apo formës së dhunës online të shprehur, në të cilën sigurisht do të vijojmë edhe diskutojmë. Do ta flasim. Unë e përmenda pak më parë që legjislacioni është ai që ndoshta ka edhe problematikat kryesore, ndoshta edhe prandaj nuk ka adresimin e duhur për t'i zgjidhur gjatë kohëve të fundit, kështu që do duhet flasim me Angela Lamin, e cila është avokate. Unë të falenderoj që je sot në Vizionin. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi të kem këtu. Gjergji Prenga është gazetar, ka një histori personale në fakt, ai ka kaluar mbi supet e veta atë që ne sot flasim, kërcënimet për ndjekjen nëpërmjet internetit. Falenderoj Gjergji. Faleminderit shumë. Dhe Ariana Muça, e cila është psikologe. Falenderoj shumë Arian. Faleminderit. E vlerësoj prezencën tënde këtu, se unë besoj që një nga aspektet më të rëndësishme sa i takon problematikave që vijnë nga interneti është kujdesi i shëndetit mendor, mënyra se si po ndikojnë ato drejt për drejt, jo vetëm tek kërcënimet, pasiguria, por tek e gjithë mënyra se si ne po e përdorim. Po flasim pak për shifrat. E nisim me atë faktin që ne jemi 82% e popullsisë përdorues të internetit. Është kjo një shifër që duhet na shqetësoj, apo është mirë që shoqëria jonë është updetuar dhe ndoshta e futur në këtë rrjetin e internetit, apo shpeshherë nuk dim ta përdorin? Si e shihni ju? Shiko, ne jemi në një epokë, ashtu siç edhe inserti e foli, jemi një epokë digitale. Pra, ku e përdor jo vetëm ai që është fëmijë, e përdor ai që është në moshë më të rritur,
tani po e përdorin dhe moshat që i kemi të moshuarit. Dhe po të shikoni që në një farë mënyre teknologjia na ka bërë mirë të gjithëve. Kaluam një situatë të vështirë, siç ishte pandemia. Të gjithë e kuptuam që pa teknologji nuk do të kishim bërë asnjëri. Ju gjendëm njëri tjetrit afër, qam hallet me njëri tjetrin, komunikuam gjatë gjithë kohës, por kuptuam që në një moment të caktuar u dashka dhe teknologjia. Pra duhet i themi dhe anët pozitive të saj, por nuk duhet harrojmë asnjëherë që të themi dhe anët negative të saj. Unë do të thoshaj që shifra 82% e përfaqëson më së miri popullatën për të treguar që faktike përdoret nga grup mosha të ndryshme si pas interesave të secilës mosh. Dhe besoj që kjo shifër do të vijë duke u rritur. Mos harrojmë që brezat që lindin tash janë brezat e teknologjisë. Ata nuk mund ta kuptojnë mënyrën e tyre të jetuarit pa teknologjinë. Nëse ne mund të bëjmë dhe pa telefonin celular në xhep, këto brezat e sotëm e kanë shumë të vështirë. Ajo që mua më vjen keq dhe duhet ta cek pak është pjesa sa e vendosin në lëvizje ato që ne i themi truri, për sa kohë përpiqemi që të zhvillohemi shëndetshëm, sepse të gjitha problematikat vijnë pikërisht nga truri jonë. Mënyra se si perceptojmë gjërat, mënyra si përcjellim, mënyra se si ne duam ta tashohemi, menjëherë e kuptojmë që çdo problematik vjen pikërisht nga forma jonë e të menduarit, nga mënyra se si i njohim gjërat, si duam neve t'i prekim gjërat dhe se si i përcjellim tek të tjerët. Dhe kjo pastaj tregon edhe mënyrën e përdorimit. Pra, koha, sa kohë shpenzojmë brenda teknologjisë dhe me teknologjinë, sa kohë i japim vetes në shërbim për të marrë me veten tonë për të jetuar me një cilësi të mirë jetese, sepse kjo është shumë e rëndësishme që ka të bëjë dhe me shëndetin tonë mendor. Në fakt unë do të thoshaj që në ditët e sotme po flitet shumë që të kemi mundësi të mbyllim sa më shumë platforma që t'i bëjmë këto fëmijë të jetojnë shëndetshëm. Eksakt. Pa mos harrojmë një gëzim të madh për vendimin për të mbyllur TikTokun edhe u shpreh ajo dëshira për të mbyllur rrjetet e tjera sociale. Deri diku jam dakord, po jo tek të gjitha jam dakord, sepse thash, këto janë brezi teknologjisë. Platforma ka pafund. A bëm neve një zgjedhje të mirë dhe ju dham mundësinë që ata të zgjedhin në këtë rast? Unë do të thoshaj që ka mënyra dhe mënyra për t'i edukuar brezat e rinj se si ta përdorin teknologjinë dhe kur ju duhet për ta përdorur teknologjinë, që t'jetë në shërbim të tyre, që t'ke nevojë të marrin informacionin sa më shpejt dhe t'jenë në kontakt me informacionin, t'i edukojmë për mënyrën e përdorimit që mos të shqetësojnë njëri tjetrin, sepse çdo shqetësim sill shqetësim në vetvete. Ato që ne i themi të përjetosh pak ankth dhe stres. Po ndonjëherë kemi nevojë dhe për stres, kemi nevojë dhe për pak ankth, por jo të tepruar, sepse pasaj do të themi që kemi problematika të cilat nuk na lejojnë të bëjmë një gjumë të shëndetshëm, të ushqehemi shëndetshëm, të bëjmë një jetë të shëndetshme dhe pastaj fillojmë flasim dhe për ato që ne i themi problemet e shëndetit mendor, të cilat kanë të bëjnë me ato që ne i themi pasiguritë tek individi që përcjell pikërisht ajo çfarë reklamohet brenda këtyre platformave sociale, por edhe ato që ne i themi përjashtimet nga grupet sociale. Ne jemi qenie njerëzore dhe e dim fare mirë që jemi të ndikuar nga tjerët, ndikojmë ne tek të tjerët, por dhe nuk bëjmë dot pa grupin social, sepse dëgjoj shpesh prindër që thonë ta izoloj. Jo, nuk kemi nevojë për fëmijë të izoluar, sepse do të kemi pasoja të tjera, kemi nevojë për t'i edukuar të qëndrojmë brenda grupit tyre social, por mbi të gjitha për të ditur edhe pasojat. Pra, fëmia të di dhe si ta përdor dhe se si të ruaj. E nisëm gjithë bisedën me një mesazh shumë të mirë dhe besoj një nga pikat kryesore që duhet ngritur sa i takon problematikave që ne kemi, që është edukimi. Me sa duket e kemi një mungesë të edukimit tek të rinjt, edhe pse siç e tha edhe Ariana, tashmë janë dhe brezat më të mëdhenj, ata që dikur nuk e kishin njohur teknologjinë që po e përdorin dhe mbas edhe aty duhet të ketë një kujdes, ndikojnë në rrjetet sociale edhe tek të moshuarit të cilët e përdorin dhe sa mund ta mirë menaxhojnë ata internetin nga ana psikologjike. Unë them që ata janë më të edukuar më mirë se sa të rinjt për efekt të kohës që duhet të qëndrojnë për ta shpenzuar përpara një mjeti teknologjik, siç është telefoni celular. Dhe duke qenë se kanë një edukim të mirë për sa i takon pjesës se si duhet marrin informacion dhe për çfarë duhet ta marrin informacionin, ka të bëjë pikërisht me ato që ne i themi edukimi ndër breza që vjen nga mosha
kur jemi fëmijë të vegjël dhe derisa rritemi, dhe tregon edhe mënyrën e përdorimit. Në momentin që ne nuk e edukojmë fëmijën, fëmia do të qëndrojë nga sa hap syt, në momentin që hap syt dhe e merr në dorë një aparat celular, dhe deri në momentin që ti përpiqesh ta vësh në gjumë, përsëri do të jetë, dhe kjo është forma më e keqe të edukuarit, do thosha. Prandaj dhe gjyshrit, po ti shikoni, e përdorin në një moment dhe me njerë kuptojnë lodhjen fizike që vjen. Po, dhe vendosin ta mënjanojnë. Dhe mënjanojnë, çlodhen pak, e marrin dhe bëjnë një aktivitet. Mund të jetë një lojë, që mund t'ja ketë mësuar nipi ose mbesa, mund të jetë një gazetë që e lexojnë për të qenë në kontakt me informacionin, por mund të jetë edhe një komunikim që mund të kenë me njëri tjetrin, për sa i takon nipit, mbesës, vajzës, djalit. Do të me qenë se dolëm këtu, po ndalemi tek një pyetje tjetër, për qenë se jemi tek brezi i të moshuarve, i gjyshërve, ndos që edhe ata të rëndohen psikologjikisht nga rrjetet sociale, nga interneti, ju vinë pacientë të cilët janë të një moshe më të madhe për shkak se rrjetet sociale kanë ndikuar? E dini cili është shqetësimi më i madh i të moshuarve kur përdorin teknologjinë? Problemi është që nuk mundin dot të updatohen me gjërat e reja që sjell çdo platformë. Pra gjithmonë ka nevojë për një ndihmë dhe aty fillojnë dhe kërkojnë atë ndihmën dhe ju duket vetja të paaftë, sepse ne e dimë që mosha e tretë patjetër që paragjykohet për këtë pjesë dhe diskriminohet, sidomos nga të rinj për këtë pjesë. Po nga ana psikologjike nuk rëndohet, nuk ndikon ajo që ne shohim tek të rinj, shumë që lind ansia apo edhe pasiguritë. Ndikon sepse ulim atë që ne i themi vetvlerësimi ose vetbesimi në vete, ashtu siç ndodh tek të rinj, ndodh edhe tek të moshuarit. Pra që unë nuk jam i aftë për ta bërë këtë gjë. Dhe ndonjëherë të moshuarit e kanë më të lehtë për ta pranuar ose për ta thënë me zë të lartë, ndërkohë që të rinj ne e fshehim me ndrydhim në vetvete dhe pastaj shkaktojmë ato problemet e tjera që kanë bëjnë me mirëqenien tonë. Se kjo është pjesa më e rëndësishme. Mirë, ne në insertin që dëgjuam folëm për vitin 2024, bëhet ai krahasimi me vitin 2023, një ndryshim që mua më duk drastik në fakt, se 64% nga viti në vit një shtuarje kaq e lartë është shumë, domethënë, sepse mund të jetë ky ndryshim kaq i madh. Shiko, përsa i përket në fakt platformës edhe të gjithë viteve në të cilat ka ndodhur raportimi, sigurisht që është e pritshme që nga viti në vit të shtohen raportimet, sepse edhe ndërgjegjësimi në publik është edhe më i madh. Ajo që mund të them është një element tjetër shtesë, në të cilën vetëm për 2 muaj e pak, pra nga janari deri në fillim të marsit, mund të kenë shkuar deri tani në platformë mbi 200 raportime. Pra nëse në gjithë 2024 ne kemi pasur 407 raportime në total, tani ne kemi arritur në numrin e 200 raportimeve që nuk kanë kaluar më shumë se 2 muaj. Sigurisht që forma e ndërgjegjësimit është e lartë. Ne si platformë së bashku me linjën kombëtare të Këshillimit Alo 116 jemi në të gjithë Shqipërinë ku zhvillojmë sesione informuese me prindërit dhe me fëmijët, sigurisht duke i kapur në 2 kontekste. Për fëmijët për të treguar dhe për të ndërgjegjësuar mbi dobinë e internetit, mbi mundësitë, mbi pamundësitë, mbi çështjet, mbi dinamikat, me mënyrat e raportimit dhe gjitha me radhë, kurse prindrit do të kenë një qasje tjetër gjatë takimeve tona, sepse nuk mjafton vetëm se si të mbyllin, se si të fshin një profil, se problemet më të mëdha i ka rinia, por të jenë më të vetëdijshëm në mënyrën e sjelljes që ata kanë dhe qasjen ndaj fëmijëve të tyre, kur teksa ata nuk e kuptojnë ndoshta që një fëmijë apo fëmia e tyre ka një problematik të caktuar në internet. Kështu që është një qasje që besoj se e rrit edhe numrin. Nga ana tjetër, ne jemi tashmë jo vetëm globalisht, por edhe në Shqipëri përdorues shumë të mëdhenj mbi të gjitha të rrjeteve sociale dhe pa dyshim të gjithë mund të jenë përdorues të internetit, por jam e bindur që rrjetet sociale mbajnë numrin 1, mund të jetë Google, mund të jetë YouTube, ato le të themi platformat edhe mënyrat më të aksesueshme në internet, por për sa kohë jemi të gjithë përdorues të rrjeteve sociale, do të thotë që edhe problematika, dinamika do të ndodhin në internet. Për sa i përket zënkave, debateve, të cilat dukshëm nuk duket sikur tani më e kanë fillesën fizikisht, pra duke u zënë në klasë, duke u zënë me njëri tjetrin, duke diskutuar, por nisin nga interneti, nga një mesazh apo nga një foto që duan të denigrojnë njëri tjetrin dhe pa diskutim që kjo ka shkuar edhe në fatalitete. Dhe jo më larg, domethënë prej muajit të kaluar, për të mos folur më konkretisht mbi emrat edhe mbi vendodhjet, por kemi pasur fatalitete që e kanë zanafillën nga rrjetet sociale dhe online. Kështu që rrjetet sociale janë bërë të pashmangshme për jetën tonë, ashtu sikurse mbyllja e një rrjeti social në këtë rast që është TikToku, nuk mendoj që
nga dalëson problematikat, sepse janë rrjetet e tjera sociale tashmë aktuale dhe sigurisht problematika nga një vend do ta çojë në një vend tjetër dhe nuk do zgjidhet problemi, por për sa kohë mendoj unë që duhet të iniciohemi dhe të fokusohemi fort tek edukimi dhe ndërgjegjësimi si i fëmijëve si edhe i prindërve, ashtu sikurse edhe profesionistëve të tjerë do të na duhet që të nxisim më tej strukturat tona. Rrjedhimisht është e qartë ajo që thotë edhe Borjana, ka ardhur sepse ka një ndërgjegjësim për të raportuar, jo se nuk kanë ekzistuar më herët këto incidente, këto pasiguri që ishin në rrjetet sociale, po nga ana tjetra përkthehet kjo edhe të shkuarit në denoncime reale. Angela, pra ndodh kjo gjë apo thjesht kemi raportime që bëhen nëpërmjet në instancat përkatëse, ndoshta edhe nga ana psikologjike kërkohet ndihmë, po a ka besim tek ligji, tek institucionet ligjzbatuese për të marrë masa në Atëherë, pikë së pari unë mendoj që rrjetet sociale, interneti dhe i gjithë zhvillimi teknologjik unë mendoj që është një e keqe e domosdoshme, sepse patjetër është një e keqe për gjitha këto që ne përmendëm, që të gjithë ne këtu përmendëm, por që fatkeqësisht është e domosdoshme, sepse pa të gjitha këto rrjetet sociale ne nuk do ishim në të njëjtën pikë që ne jemi sot duke folur, që tek pjesa e raportimeve nuk do ishte i mundur të bëjë në këtë mënyrë të menjëhershme dhe online, nuk do ishte e mundur që të merre ky informacion që po merre, ajo që po abuzohet unë mendoj që është keqpërdorimi i këtyre. Pra vazhdojmë të ngelemi tek keqpërdorimi dhe kjo jo vetëm nga ana e prindërve duhet thënë. Fatkeqësisht unë nuk ndaj të njëjtin mendim edhe për moshat më të mëdha, sepse po është e vërtetë që abuzojnë më pak me rrjetet sociale, por ndoshta nga padituria dhe nga mënyra që ne të rinjt nuk ja u shpjegojmë prindërve tanë, se po flasim për ato mosha, pra na ngelet faji neve këtu, besoj që ata bën shkak për abuzime të tjera të ndryshme. Dhe këtu flas për mungesë informacioni se çfarë të munden të klikojnë ose nuk duhet të klikojnë. Pra situata të tilla që i ndodhin ashtu edhe adoleshentëve edhe moshave të treta. Besoj që janë deri diku në të njëjtën pikë, vetëm ndryshimi është që një adoleshent mund të marrë guximin apo informacionin që të raportojë dhe moshat e treta nuk e bëjnë këtë gjë, por ngelen në fazën e raportimit brenda mureve të shtëpisë. E kuptoj. Pra jemi në një raportim. Ty jep një element, në fakt, detaj interesant lidhur po prapë me raportimet tona. Deri vitet e kaluara, pra deri në 2024, maksimumi i moshës që ka ardhur dhe ka bërë tek ne një raportim ka qenë 64 vjeç. Këtë vit, në fakt, ne kemi pasur edhe një rastëri që e ka shtyr grup moshën, ka shkuar deri në 72 vjeç. Pra, një person i 72 vjeçar. Por janë raste që numërohen me gishtat e dorës. Janë raste që numërohen me gishtat e dorës, është e vërtet, por fakti që neve kemi kaluar tashmë në këtë grup moshë, që është mbi 70 vjeç. Po ku ndaret raportimi? Cilat janë shqetësimet që i vinë këtyre grup moshave që shkojnë mbi 60 vjeç po flasim? Ose edhe në rastin konkret nëse mund të themi këtë mbi 70 vjeç. Ndoshta një rrjet i ri social me fotot e tyre që përgjithsisht grupmoshat e treta kanë një tendencë që të bëjnë foto më spontane, ndoshta edhe me pak dashakësi që unë nuk e kuptoj, ndoshta vërtet këtë pse duhet të kalohet deri në këtë pikë, thjesht kalohet në aspektin e denigrimit apo edhe bullizimit, për apo flasim për grupmosha vërtet të treta, edhe që nuk është fort normale që e kupton. Kalohet në bullizim. Midis të rinjve janë pafund raportime, midis adoleshentëve po, por kur kalon dhe në moshën e tretë, tashmë nuk flasim më për grup mosha, nuk duhet të impaktojmë vetëm në një grup moshë të caktuar, por duhet të jemi të përgjithshëm për ndërgjegjësimin dhe edukimin, se ka edhe një element tjetër, ka edhe një element tjetër që nëse fëmijët kanë lindur me teknologjinë, din ta njohin edhe më shumë. Të rriturit janë qasur, pra janë detyruar të qasen ndaj teknologjisë, nuk i njohin të gjitha fenomenet, dhe është ajo që vërtet grup mosha e dytë apo e tretë kërkon një informacion edhe mbi përdorimin e një rrjeti social. Gabon ndonjëherë edhe në çfarë mund të bëj share në rrjetet sociale dhe kërkon po pra ndihmën, dhe është ajo që Zusha tha që mund të ketë tendencën pastaj për uljen e vetëvlerësimit apo vetbesimit dhe mund ta lër ashtu sikurse nga ana tjetër për t'i treguar vetes që mund t'ia dalë, mund të shndrishojë veprimin e tij. Dyja grup moshat që janë më delikate, është pjesa e adoleshentëve dhe pjesa e të moshuarve.
që duke qenë se izolohen nga grupet e tyre sociale, pastaj çojnë edhe ato mendimet vetvrasëse dhe prandaj janë dy moshat më delikate ku mund të gjejmë edhe veprime të tilla që shkojnë deri në fatalitet me humbje pa të jetës. menaxhueshme ndoshta edhe brenda familjes. Grup mosha 15 deri në 18 vjeç, ne përmendëm që në fillim. Nuk e di Gjergj, sa vjeç ke qenë ti kur vetë u bëre pjesë e rrjeteve sociale? Kam qenë diku te 14 vjeç, që jam bërë pjesë e rrjeteve sociale, domethënë, okay, jam treguar që në fillim vigjilent. Sepse kisha dhe këshillë nga prindrit e mi, plus që merresh edhe me aktivizëm të vazhdueshëm që 14 vjeç kam filluar aktivizmin, ku dhe rrjetet sociale i shfrytëzoja për aktivizëm, ku dhe aty filluan ato kërcënimet e para, filluan ato presionet e para. Që në moshën 14 vjeçare, kur ti sapo e kishe hapur, apo më vonë filluan kërcënimet? Kanë filluar më vonë, disa muaj më vonë. Kanë filluar kërcënimet, kanë filluar presionet. Dhe ajo çfarë më bën çudi është që janë moshat e treta, mund të jenë 60 të ca vjeç, 70 vjeç, që kanë Facebook, që kanë dhe Instagram, që kanë dhe Snapchat, dhe rrjetet të tjera sociale, që hyjnë aty dhe vendosin emra i kanë fake, dhe gjëja për që bëjnë, dhe që duhet të thënë dhe që duhet ngritë zëri, është që u dërgojnë organet gjenitale fëmijëve. Pra, i pyesin pikë së pare se sa vjeç është, dhe me pas i dërgojnë organet gjenitale nëpër rrjetet sociale, duke ju bërë presion. Kështu duke ju bërë presion, se do ju nxjerrin mesazhe që kanë folur. Dhe nëse kanë folur thjesht si jesja e kalon, dhe ky i dërgon në organin gjenital, i bën presion, thotë më çolla organin gjenital do t'i më apethot, edhe unë do ta publikoj mesazhin. I bën presion. Ky presion shkon deri në takim me këtë adoleshent. Pra ka dhe raste të tilla. Rasti im nuk është si ishte i tillë, rasti im ka qenë të pjesa e bullizmit që ushtrohej për shkak dhe të kauzave të ndryshme që mund të mbështesja, dhe ishte ky bullizëm që mund të vazhdonte nga shkolla deri tek rrjetet sociale. Një bullizëm i vazhdueshëm, ishte një presion i vazhdueshëm, kërcënime që vijnë vazhdimisht, derisa janë drejtuar specialistëve. Kur filloi të bëhej situata e pamenaxhueshme për ty? Se në rrjetet sociale të gjithë mund të marrin mesazhe të pakëndshme, ndoshta shpesh herë edhe mund të duket si kërcënim, po nuk të duket e rrezikshme. Kur fillove ti realisht të shqetësohesh nga këto mesazhe? 16 vjeç, diku ke 16-17 vjeç, dhe atëherë jam drejtuar linjës këshillimit për fëmijë, aloj që janë 16-s, dhe aty gjeta dhe mbështetje me psikolog, gjeta mbështetje dhe me ndihmë sociale që ata më dhanë, direkt në këtë ndihmë sociale. Madje ata janë drejtuar dhe gjimnazit ku unë studioja, ku kanë folë me gjithë stafin pedagogjik dhe kanë bërë dhe sesione sensibilizuese, ndërgjegjësuese me nxënësit. Ne dëgjojmë Borianën që tha pak më parë që më herët ka patur sigurisht problematika në lidhje me kërcënimet, me pasigurinë online, po vitet e fundit janë shtuar telefonat. Atje ke bërë që para disa vitesh me sa kuptoj. Ishte familja jote që ndikoi që ti ta bëje raportimin, rrethi shoqëror, si u nise ti për të bërë një raportim të tillë? Edhe për të qenë ndoshta shumë i sigurt në vetvete që nuk do të paragjykohesh ose nuk do ta merrte vesh dikush, se shpesh herë shoqëria shqiptare nuk i bën denoncimet, nuk i bën raportimet pikërisht nga opinioni dhe mentaliteti i shoqërisë apo rrethit ku jetojnë. Dëgjoj, duke parë të gjithë aktivitetin që kishte shtrirë linja këshillim për fëmijë, por ashtu edhe qendra për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri, vendosa që ti merrja në telefon, pavarësisht se okay, kur bëra telefonatën e parë, nuk më merrte mendja dhe nuk e besoja se do të shkonte e gjithë situata deri aty ku do merrte zgjidhjen. Dhe okay, momentin që kam bërë telefonatën e parë, ka qenë mbrëmje vonë, më janë përgjigjur direkt në telefon. Pastaj kam bërë një takim me psikologën e qendrës për mbrojtjen e fëmijëve, me të linjës këshillimit. Më pas është marrë rastim, kanë ardhur tek gjimnazi ku unë studioja, kanë marrë të celularin tim, ku janë kontrolluar dhe gjitha mesazhet, janë bërë gjithë tabulatet telefonike janë marrë nga celulari im. Ti kishe kërcënime? Konkretisht, çfarë ndodhte në këto mesazhe që filluan të të shqetësonin realisht? Kishte presion nga ana, kishte presion dhe nga ana nxënës, kishte edhe nxënës, më shumë shoqtar të mi që bëjnë presion në rrjetet sociale. Kishte edhe nga ata. Por kishte edhe nga ata, siç e thash edhe në krye të herës, që ishin dhe të moshuar, që mund të shkruanin. Dhe po kryesisht ishte nga të rinj. Dhe jemi një brez, dhe brezi adoleshentëve që po rriten sot është një brez
I vështirë. Shumë i vështirë. Shumë i vështirë për të menaxhuar dhe ka dalë gjithë situata apo del jashtë kontrollit. Anonim, kjo e të qenurit anonim në rrjetet sociale, besoj që i ka dhënë mundësi kujdo të veproj pa patur frikën se mund të ketë një reagim nga institucionet, apo jo, Angela, dhe unë të kjo do doja të ndalëshim. Fakt edhe për të kuptuar pak se me të drejtë Gjergji thotë që janë mosha mbi 60 vjeç. Si mund verifikohen? Kush qëndron pas një rrjeti social i cili nuk ka fytyrën e vërtetë të këtij personi i cili guxon të bëjë një veprim të tillë dhe mund mos marrë kurrë as në shkimin e duhur. Atëherë për hir të së vërtetës, kohëve të fundit, paktën 2024, edhe ligji shqiptar ka filluar të ndërgjegjësohet, nëse mund ta them kështu, të veproj, por sigurisht janë shumë më pak në numër se sa raportimet që vinë tek portali. Dhe kjo ndodh për faktin sepse nuk janë eksaktësisht gjitha instrumentet e duhura që të luftohet kjo gjë ligjërisht. Pra nuk kemi arritur asnjëherë në verifikim të plot për të gjetur personin i cili fshihet pas këtyre profileve fake. Unë di që ka ndodhur të paktën nga rastet që edhe unë vetë kam trajtuar, ka ndodhur vetëm një rast në 2024, i cili nuk është gjetur vetëm fal ligjit, le të themi, fal institucioneve shtetërore, por është gjetur duke u futur dhe duke u bërë pjesë edhe vetë personi që ishte viktima. Pra viktima është bërë palë me shtetin për të arritur deri në gjurmët, për të arritur deri në gjurmët e personit që e presiononte apo kërcënonte, apo arrini edhe më tej, por ishim në raste më ekstreme këtu dhe në raste që mund të përfundonin në fatalitete. Pra ka qenë një rast çdo gjë se masa të nisin pikërisht edhe kur janë ato indiciat e para pa e rënduar situatën dhe tek masa ndëshkuese ne do mundohemi të ndalemi dhe të kuptojmë se çfarë ka ndryshuar realisht nga ana e ligjit, menjëherë pas një hapësire shumë të shkurtër publicitare që duhet bëjmë në këtë moment dhe rikthehemi pas pak.